Valbon Limani nga sot edhe zyrtarisht kryetar komune në Gostivar. I shoqëruar nga miq e shok me të cilët e bëri bashkë rrugtimin drejt fitores në këtë zgjedhje, ai vajti te Komisioni Zgjedhor Komunal për ta marrë vërtetimin dhe për ta certifikuar mandatin e tij si kryetar komune. Në emër të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Komunës së Gostivarit, në ushtrim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, konstatohet se mbi bazën e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të përsëritura lokale të mbajtura më 11 janar 2026, të verifikuara dhe të certifikuara në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi, zotri Valbon Limani është zgjedhur kryetar i Komunës së Gostivarit. Me njëherë pas verifikimit të mandatit, Valbon Limani u betua para Zotit dhe para qytetarëve se do t'u udhëheq me ndershmëri. Dëshiroj të ndaj me ju disa fjalë për këtë moment solemn siç është pranimi zyrtar i postit kryetar i Komunës së Gostivarit. Fushata jonë ishte ndryshe, ishte më e gjatë, më sfiduese, andaj edhe fitoria ishte më e madhe dhe jehona e saj ishte aq e fortë sa që shndroi fitoren e Gostivarit në simbol të fuqisë së një populli. Emri i kësaj fushate ishte i njëjtë si slogani i saj, me Gostivarin në zemër. E kështu në zemër ishin dhe janë fëmijët e mrekullueshëm që na mbushin shtëpitë, lagjet e shkollat plot. Në Gostivarin e zemrës time është rinia që ka nevojë për ndihmën tonë. Në Gostivarin e zemrës time janë gjyshrit, prindërit, motrat e vëllezërit që e bëjnë çdo pëllëmb të këtij qyteti, nga fshati më i largët e deri në qendër, tokën më të dashur në botë. Zotohem para Zotit dhe para jush, se do të punoj me nder, për kushtim e frymëzim për secilin nga ju, e padyshim që do të punoj me Gostivarin në zemër. Ju falenderoj. Të ftuar në këtë ceremoni solemne ishin edhe përfaqësuesit e institucioneve fetare në Gostivar, të cilët e uruan kryetarin e ri për shëndet dhe suksese. Mallzim Zendeli nga muftini e Gostivarit, si dhe prifti kryesori i qytetit Marian Çomadevski. Në emër të muftinisë Basisë Fetare Islame të Gostivarit dhe në emër të muftiut të saj, Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli, më lejoni të përcjell urimet e tija të përzemërta dhe të stafit të tij dhe mbar në punësve fetar dhe besimtarve të qytetit e Gostivarit, për kryetarin e sapo zgjedhur të Komunës së Gostivarit, mikun ton Dr. Valbon Limani. Duke uruar pikë së pari shëndet, mirësi dhe mbarësi në jetë. Lutja më e mirë është Zoti i cili i hapën dyert të mirësisë, le të i hap dyert të bereqetit dhe të suksesit në këto 4 vite të ardhshme. Bisakal na gospodinot gradonačelnik, da mu čestitamo dimetona. Dëshiroj që në emër të institucionit që e përfaqësoj, kryetarit të ri t'i uroj detyrën. Duke njohur gjatë kësaj periudhe sa ishte ushtrues detyre kryetar komune, besoj se do ta ushtroj detyrën ashtu siç duhet, mjafton të vazhdoj aty ku e la. Sfida është e madhe, por me ndihmën e Zotit, me impenjimin e tij dhe ekipit të tij, besojmë në sukses. Zoti i dhënë forcë kryetarit të ri dhe suksese të reja. Fjalime përuruese për kryetarin e ri mbajtën edhe përfaqësuesit e subjektive politike nga VMRO-DPMNE, LSDM, Partia Demokratike e Turqive, BDI dhe Alanca për Shqiptarët, ndërkaq të ftuar me këtë rast kishin qenë të gjithë ish kryetarët e Gostivarit, e të pranishëm ishin vetëm Enver Zenku dhe Arben Taravari. Kam një kënaqësi posaçme sot këtu, që jam prezant, për një arsye, për arsye se ne këtu kemi ardhur të promovojmë njerëzit apo tandemin më të mirë të Gostivarit, doktor Limanin, Valbon Limanin dhe Valde Xhoferin. Unë ju dëshiroj sukses gjithë këtyre, mendoj se dhe ju e dini se do ta kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegjësi më të madhe, bazuar në aftësitë e tyre. Në cilësitë e kryetarit, ish kryetarit të Komunës së Gostivarit,
jam shumë i lumtur që pasardhësit e mi, dyshi Valbon dhe Valdet, e di edhe qytetarët tregun me 2-1 rezultat se din dhe munden të utheqin, e meritojnë këtë mandat, kam përkrahje të jashtëzakonshme për qytetarëve, pritshmëria jonë është shumë e madhe dhe unë pikëspar ju uroj shumë shëndet, mandej shumë suksese dhe neve si ish kryetar të komunave, kushdo qoftë prej nesh, ju qëndrojmë krah juve, zbashku me këshilltarët, të gjithë këshilltarët komunal, dhe unë nuk dyshoj se këto 4 vitet e ardhshme gostivarasit do të mburen që ju kanë si udhëheqës të komunës. Valbon Limani në këto zgjedhje garoi për postin e të parit të komunës në logon e Aleancës Kombëtare për Integrim, ndërsa në zgjedhjet e 11 janarit fitoi 15.345 vota apo rreth 60%. Kundër kandidati i tij ishte Nevzat Bejta nga koalicioni Vlen, i cili fitoi 7.510 vota.